Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Stuhi dhe shi, paralajmërim për motin nesër. Dielli pritet t'ia lërë vendin shiut. Nga nesër e tutje meteorologët parashikojnë kthim të rreshjeve në disa qytete për të shtrirë në gjithë territorin deri të premten. Në jug dhe veri të vendit, sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreshjet do të shoqërohen me shtrëngata. Presim të kemi një ndryshim sa i përket kushteve atmosferike duke nisur nga enjtja në drek. Rreshjet do të fillojnë të dopta, kryesisht në jug të vendit, më pas të premten do të prekin të gjithë territorin. Do të jenë qarqet e veriut si Shkodra, Lezhë, Kuksi, të cilat presim rreshje mesatare dhe me shtrëngata gjithashtu. Në qarqet e jugut si Gjirokastër dhe Vlorë presim rreshje mesatare të shoqëruara me shtrëngata. Pjesa tjetër e territorit rreshje të dopta. Për sa i përket Tiranës, përgjatë mëngjesit të së premtes deri në orën 14, rreshjet në Tiranë do të jenë të dopta dhe të vazhdueshme, ndërsa pas drekës presim rreshje lokale.